Fermerët e dëmtuar nga ngrica dhe pak ditëve më parë në të gjithë qarkun Dibër kanë kërkuar që shteti t'ju vlerësojë dëmin, ndërkohë prefekti i qarkut Dibër Nexhbedin Shehu tha se në të katër bashkitë e qarkut, Mat, Kloz, Bulqize, Dibër, specialistët e zyrave të buqësisë kanë marrë kontakte me fermerët në lidhje me dëmet që u shkaktuan nga temperaturat shumë të ulta pas rreshjeve të dëborës. Sipas Shehut, fermerët duhet të bëjnë sigurimin e fermave në mënyrë që në raste të tilla të mund të përfitojnë dëshpërblim nga kompanitë e sigurimit. Prefekti Nexhbedin Shehu shtoi se një informacion mbi gjendjen i është dërguar Ministrisë së Linjës në Tiranë. Para një javë dhe ditësh, ditët që qenë me ngrica me datën 7, 6 dhe 7, 8 gati të prillit, temperaturët e ulta që shkuan deri -6, edhe agronomët e drejtorisë së bujqësisë kanë dalur në teren në të katër bashkitë dhe kanë bërë vlerësim të përgjithshëm. Sipas mendimeve të tyre, bërthamorët i quajnë pra qershit dhe kumllat janë dëmtuar nga temperaturat e ulta. Ato rezistojnë sipas tyre deri -2, -3, po temperatura ka qenë deri -6 dhe ka zgjatur për 3-4 ditë. Fatkeqësia është janë prishur lulet e qershive dhe të kumllave. Mollat janë përgjithësi, nuk janë dëmtuar, një masë edhe ato mollat e hershme, edhe aty që shton agronom, janë dëmtuar. Ky informacion është dërguar Ministrisë Bujqësisë dhe Drejtorisë Rajonale në Tiranë, edhe vendimarrja do jetë hap pas hapi. Agronom nuk kanë dalë në gjitha parcelat, se s'ka arsye të dalin parcelat. Fermerët që kultivojnë qershi moll, si rregull, po që se mendojnë për prodhimin e tyre dhe duhet ta sigurojnë. Nuk merr përsy për shteti të sigurojë prodhimin e gjithë fermerëve. Kush e ka ndërtuar jetën mbi një ferë të caktuar, duhet ta sigurojë prodhimin. Ndërsa se ç'do bëhet, si dihet vendimarrje, për këtë rast është çështje vendimarrje në ditën vijim. Dëmet e shkaktuara nga ngrica e pak ditëve më parë janë shumë të mëdha, qoftë në frutikulturë, qoftë në kultura të tjera bujqësore. Ndërkohë skema e sigurimit të fermave mbetet e vështirë në vendin tonë, pasi kompanitë refuzojnë duke e ditur se ka risk të lartë për dëmtime.